Përshëndetje miq, po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një tenxhere ose tigan të thellë dështojmë 700 ml ujë, 100 ml lëng portokalli dhe 500 g sheqer, lëkurën portokalli dhe një shkop kanelle. E vendosim të ziejë. Ndërkohë që shërbeti zihen, në një tigan do shtojmë 200 ml vaj ulliri, 400 g semolina, të cilën e gjeni në supermarket me emrin semolina, semola ose si migdali greqisht. Do ta skuqim në zjarr të ngadalt duke e përzier vazhdimisht derisa të marrë pak ngjyrë të artë. Duhet ta përziejmë vazhdimisht pasi nëse diqet humbet plotësisht shija. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë e re të postuar. Pasi është gati, do shtojmë 100 g fruta të thata mix sipas dëshirës dhe lëkurën e një portokalli. E përziejmë shumë mirë, shërbeti është gati. E shtojmë pak e nga pak duke e përzier vazhdimisht dhe tiganin do ta kthejmë përsëri në zjarr të ngadalt. Do vazhdojmë përzierjen derisa të trashet masa. Hallvaja me semolin është pothuajse njësoj si hallva që përgatisim ne, por është një recetë greke dhe në Greqi përdoret edhe si një ëmbëlsirë dhe jo vetëm me raste si tek ne. Siç e shihni, masa është trashur tashmë. E vendosim në formë, mund t'i jepni çfarëdo lloj forme që dëshironi. Unë kam zgjedhur këtë tavën e vogël të kekut. E vendosim ashtu si është direkt e nxehtë. E ngjeshim mirë në këtë mënyrë dhe do ta lëm derisa të ftohet. Dua t'ju kujtoj se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni dhe do doja ta mësoja. Nëse dëshironi, mund të ma shkruani në koment. Pasi ftohet plotësisht, e heqim nga forma, e vendosim në pjatën e servirjes. Mund ta shërbeni me fruta të thata. Lëkurën e portokallit që vendosëm tek shërbeti, unë e kam ndarë në copa dhe e kam vendosur mbi të, pasi është karamelizuar, është e ëmbël dhe ka aromë fantastike, por gjithashtu mund ta shoqëroni edhe me çokoladë të zezë, të bardhë ose çfarë të keni dëshirë. Hallvaja me semolina të jep mundësi ta përgatisësh me shumë gjëra, me shumë shije. Gjithashtu edhe fruta të thata mund t'i zgjidhni sipas dëshirës. Unë kam zgjedhur lajthi dhe arra dhe ky është rezultati. Nëse nuk e keni provuar, ju sugjeroj ta provoni sepse vërtet ka një shije fantastike dhe është shumë e mirë. Po ju a e keni provuar ndonjëherë këtë recetë? Si ju duket si recetë? Nëse ju pëlqen, për të më mbështetur, mos dilni pa bërë like dhe pa lënë përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për kohën tuaj dhe bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës.